Faleminderit përfaqësuesit misioneve të Kosovës, faleminderit ambasador i Mbretërisë së Bashkuar të Holandës, kryeprokurori i Kosovës, zyrtar të Ministrisë Punëve të Brendshme, krejt ju që na animoni në forma të ndryshme me mri deri te ky film dokumentar që transmetohet sonte këtu për herë të parë me juve sot, e ma vonë në televizion. Në vitet e 90-ta, ne e dim që mira njerëz prej Kosovës që mbetën pa punë, u përndjekën nga regjimi Miloševićit atëherë, jam synë Evropës, duke kalu ilegalisht kufijt në përmalet Serbisë, Hungarisë, gjithë Evropës. Kjo na u përsërit edhe pas luftës, kemi pas njerëz që tu migru e humbën jetën në liçenin Tisa që ishte në Hungari, tu migru. E këtu në Kosovë, për migrim njerëz kanë shit shtëpia, kanë shit ari, edhe gjithçka për mi pagu kontrabandistat që me mujt me mri në Evropë. Kështu që i kemi shumë të freskët ne si Kosovar për vojën e migrimit, edhe zorin në cilën e shtin njeriu qytetarin e thjeshtë me marrë rrugën e migrimit. Në tragjedin tonë, edhe në tragjedin tonë, kontrabandistat kanë përfitu miliona, edhe kanë kriju pasuni. E sot jemi dëshmitar që për shkak liberalizimit vizave që kena shumë të freskët, që një vjet na nuk kemi nevojë me bo kësi migrimi, edhe kemi kalu në një migrim ma të rregullt që për herë të parë në historinë, ndoshta 40 vjeçare tonën të migrimit, ne nuk kemi nevojë me pagu mo kontrabanda dhe grupe kriminale. Por fatkesia e krejt Ballkanit është që kontrabandistat vazhdojnë me operu edhe me qenë aktiv edhe në Ballkan edhe në rajonin tonë sot. Ata të jetun për përfitime milionëshe vazhdojnë me kërku krizat e radhës, me bo pare, kërkojnë vazhdimsi njerëz që janë zër, edhe të gatshëm me pagu gjithçka për me kalu në kufi. Tash, shumë çuditshëm që si jemi na që i ofrojmë këto pare, po janë sirianët, janë indianët, janë njerëz të nacionaliteteve tjera e të ngjyrës tjetër. E na kena qenë qëta para shumë kohëve, para një kohë shumë të freskët. Dokumentari që po lansohet sot është ana tjetër e një Kosove që shumë pak njerëz e din, shumë pak njerëz e kanë pa, edhe mujnë me besu që në venin ton ka grupe që kanë fillu me i kidnapu migrant, me i rreh, edhe me i vra, edhe krejt kjo me ndodhë në Kosovë. Pak njerëz besojnë që në Ballkan kemi grupe kaq strukturuara të cilat kur ju duhet e marrin kontroll edhe kufinin, edhe transportin, edhe qarkullimin e migrantëve, edhe në territorin ton i torturojnë migrantët e tjerë. Dokumentari që keni me pa i tregon dy anë, tregon pamje se në çfarë gjendje dhe çfarë viktima janë ata që e kalojnë kufinin, e sa të ashpër e dhunshëm e të pasun janë ata që e organizojnë këtë kontrabandim të njerëzve. Pamjet që kemi me pa në këtë dokumentar, sot e ma vonë publiku janë ekskluzive të torturave që i përjetojnë migrantët në Kosovë, janë pamjet që janë marrë për telefonave tëne, ata pa thërë në kam edhe i kanë torturu, edhe kanë gjiru torturimin e tëne, sepse torturimi tëne menoj që mënyra e gjirimit kallëzën që ata kanë qef me këtë gjirim me i tu tjerë, që s'keni qare pa dhonë pare se qërë qka ju bojmë. E këto gjirimet torturave jo më bo në Kosovë, edhe po dalim për herë të parë para josh në gjirimin cilin film dokumentar në cilin i jep kontekst të tonë këtu në gjirimeve Kreshni Gashi, gazetar investigativ, i kallëzopikomit që po e përcjell migrimin që një kohë gjatë edhe i ka taku migrantët, edhe mes tjerash i falenderoj autoritetet të Kosovës që bashkëpunojnë me Kreshnikun me adhon këto gjirime, sepse me qenë sirtar këto gjirime nuk kishin me besu Kosovar që kemi migrantë të tillë. Edhe kjo e bën edhe ma të vlefshme punën që po e bojnë autoritetet e Kosovës, që i kemi sot këtu, po du publikisht me ju falenderu, që në këto gjirime depresive të torturave,
Shpresa e vetme për mu me i pa këtë që e pash filmin në Rom është fakti që autoritetet e Kosovës janë të vepru pa arsyetime që i kanë pas për para. S'ka mu arsyetim, janë të vepru me i nxan kontrabandistat, me i gjyku, mos me u liru, mos me u parashkru rasti, mos me shfrytzu rasti me thonë, jo s'kam bashkëpunim me Serbia, s'muj mi nxan, jo EULEX-i s'po më nimën, jo bashkësia ndërkombëtare, kur fare arsyetimi, po Kosova është të vepru ma në fund, që kjo është shpresa e mirë në këtë film, edhe ana tjetër është që përkundër mos bashkëpunimit të autoriteteve të Serbisë dhe të Kosovës për me inzon këta kontrabandista, kur kanë qenë në territor të Kosovës, këta janë nxon nga autoritetet kosovare, dhe dyta është që ka një farë bashkëpunimi megjithatë mes gastarisë të gazetarëve investigativ në Serbi, Shqipni edhe në Kosovë për me i ekspozu këto. E në film do të shihen 3 palët e gazetarisë tu i adresu problemin e migrantëve, sepse është gjithë rajonal, nuk është problem vetëm i Kosovës. Prandaj falenderoj çata gazetarë dhe ju falenderoj autoriteteve që na keni besu me këto zgjirime që kemi me i përdor në mënyrë të duhur me ngrit vetdijen për çka po ndodh. Kaq prej meje për mos me zgjat, po e ftoj një fjalë rasti Blerim Isufën, cilën edhe publikisht po e falenderoj. Blerim që i ki prokuror që këtë rast s'kena nevoj me t'i kritiku, po me t'i lavdru. Nuk na ndodh shumë shpesh,